Ma mirë dek se gjallë në robni. Kjo është një shprehje që shumica e lidh me luftën, por sot dua t'u jap një kuptim tjetër, sepse robëria nuk është gjithmonë pas hekurave. Ndonjëherë robëria fillon në heshtje, brenda një shtëpie, brenda një marrëdhënie, brenda zemrës. Ka njerëz që buzëqeshin para të gjithëve, por kur mbyllet dera shtëpisë ndihen të vetmuar, nuk ndihen të dëgjuar, nuk ndihen të respektuar, nuk ndihen të dashur. Çedrojnë vetëm sepse kanë frikë. Frikë nga vetmia, frikë nga gjykimet e njerëzve, frikë se nuk do të gjejnë dikë tjetër. Dhe kështu kalojnë vite. Jo sepse janë të lumtur, por sepse nuk guxojnë të largohen. Kur humbet veten, lidhja nuk duhet të jetë burg, duhet të jetë vendi ku ndihesh i sigurt, ku mund të jesh vetvetja, ku rritesh bashkë me njëri tjetrin. Nëse çdo ditë humbet pak nga vetja, nëse nuk guxon më të flasësh, nëse ke frikë nga reagimi i partnerit, atëherë pyetja nuk është nëse je ende në lidhje. Pyetja është, a je ende i lirë? Çfarë do të thotë më mirë vdek se gjallë në robni? Këtu vdekja nuk do të thotë fundi i jetës, do të thotë fundi i frikës, fundi i një kapitulli, vdekja e një jete që nuk të lejon të marrësh frymë. Ndonjëherë duhet të vdes marrëdhënia që të jetoj njeriu, sepse nuk ka kuptim të mbash gjallë një lidhje nëse ajo të vret ngadalë nga brenda. Mos e harro kurrë këtë, dashuria nuk të burgos, nuk të poshtron, nuk të bën të kesh frikë. Dashuria të jep liri, të jep paqe, të bën versionin më të mirë të vetvetes. Prandaj, ndonjëherë, akti më i guximshëm nuk është të qëndrosh, është të largohesh, sepse ka njerëz që jetojnë me mia vite në robëri emocionale dhe ka të tjerë që zgjedhin dhimbjen e një ndarje për të rifituar lirinë dhe dinjitetin. Ndonjëherë, më mirë dek se gjallë në robni do të thotë më mirë ta mbroj një lidhje se sa të vdesësh pak nga brenda e saj.